Vazhdojmë me videon e radhës në pjesën e dytë të blog si theme. Si fillim e kena pjesën e parë general. Çfarë ka tek general? Zakonisht këtu janë dhe me thënë pjesët e layoutit, edhe ato gjërat kryesore që zakonisht japin atë strukturën e website-it. Tek layout, kur him brenda e kena hapësirën ose gjerësinë e website. Tash, nëse unë e lëviz këtë, do e shikoni ndryshimin tek website. Ja, pra. Të më thënë e ke pjesën e layoutit, ku ne më thënë mund të bëjmë lëvizje në layout. Andaj të më thënë, kjo do ju duhet në herë që mund të ndryshoni, mirë po zakonisht unë nuk ja preferoj shumë, dhe më thënë me i ndryshu këta prej këtu, i leni shu si që janë. Pastaj kena pjesën e butonave, nëse kena butona globalisht, mirë po nuk janë në tim punë, breadcrumbs, çka janë breadcrumbs, janë pjesë, ta zhjo të regoj, për shembull, nëse him tek ndonjë blog, dikun ka fundi, nuk e di tash ku e kanë tja pra këtu, në më thënë jo, ku e kanë të blogun, ja pra. Nëse him tek blogun, edhe him tek këtu, edhe kjo nuk paska. Këto janë breadcrumbs, të më thë këto që shfaqen këtu. Këto që janë breadcrumbs, dhe këtu i kena opcionin mi zjetë se çfarë ikonash të vendosim. Edhe e kena këtë form elements, kjo është tek kontakti, edhe kena këtë një form që është by default prej blogsit. Tash i kena dy opcione, quhet klasik edhe quhet modern. Kjo për momentin që është modern, ne për shembull zgjedhim klasik, shive se do ndryshon kjo. Pra kjo më thënë është me kornizë, kjo klasiku, edhe këtu kena opcion për shembull tash me këto i bëma të mëdhaja, shumë do i bëjmë 60, borderin mund ta bëjmë më të madhe, radiusin mund ta bëjmë rreth, shumë do bëjmë 30, do i bëjmë rreth, ose i lejmë kock, edhe pastaj gjëra tjera këtu e zgjedh cilën dush, tek dizajni, për shembull border colorin e zgjedh për shembull dëshiroj ta bëj që të jetë e verdh, ose e gjelbërt, ose e kuqe, e kështu me radhë, për shembull e lejmë të verdh, edhe kena për shembull diçka tjetër çfarë mund të rregullojmë, ta mund t'i bëjmë kuqe, edhe gjëra tjera. Kjo është e përket formës, që është vetë e blogsit. Pastaj kena pjesën e social networks, të kena opcionin mi vendu linkat e rritjeve sociale, që pastaj dhe më thënë më u shfaqet në website, sa që dëshirojmë ne ti përdorim, për shembull ke LinkedIn, e vendon linkun e LinkedIn këtu, Instagramit, Facebookut, emailit dhe aplikacioneve tjera. Pastaj kena pjesën e visitor engagement, të kena mundësi që me lidh këtë thimin direkt me Google Analytics. E kena butonin to scroll të top, nëse bëjmë enable të butonin scroll të top, automatikisht në gjatë të poshtë do shfaqet një buton, që këtë buton të që mund të bëjmë scroll të top. Nëse shkim fund, nëse klikojmë të butonin, kjo na dërgon lart me shpejtësi. Ja pra, kjo quhet scroll të top, edhe kena website frame, është mi vendos website një kornizë, për shembull të kornizën këtu që është gjelbër, mund të ndryshim ngjyrën, t'ja bëjmë për shembull verdh, ose të kaltërt, ose të kuqe, e kështu me radhë. Kjo është website frame, edhe manage options të kena në mundësi që mi bo import e export, dhe më thënë ndryshimet për një website në një website tjetër, nëse përdorim po të njëjtën theme.
Dalim mbrapa tek header, shkrim tek headeri, tek headeri si fillim e kena logon, këtu kena mundësi me ndryshu logon, kur e klikim logon, edhe këtu e kena zgjedh për me zgjedh logon, nëse kena logo të reja, për shembull do e vini logon time. Ja, pra këtu kena mundësi me zgjeru logon, me bu ma të madhe. Ja, pra. Pastaj e kena opcionin e dytë, që është menu, e klikim menujen, që është kjo këtu. Edhe kena 4 llojet e menus, kena për shembull menun që është kjo për momentin, e kena menu që nëse afrojmë mausin bëhet një hover me ngjyrë të verdhë poshtë emrit, ja pra. Pastaj kena një opcion që bëhet full, hover, ja pra nëse afrojmë mausin kjo bëhet kështu. Edhe kena një opcion tjetër që bëhet me dy, lart dhe poshtë. Shumë do lejmë këtë, ja pra. Edhe këto mund kena opcion mi bo për shembull hapësirën mes këtyre fjalëve. Ja pra. Hapësirën mes emrave. Ja pra. E kështu me radhë. Edhe kena hapësirën e kësaj, domethënë, që ta bëjmë këtë hoverin. Edhe këtu kena opcion me i dizajnu të për shembull këtë hoverin mund ta bëjmë me ngjyrë të kuqe. Ja pra. Ose të gjelbërt. Diçka kështu. Edhe mund dizajnojmë edhe gjëra tjera këtu çfarë na hyn punë. Edhe këto do të thënë ju mund të shikoni vetë i uh, modifikoni. Edhe butoni i tretë është social networks. Kur e klikim social networks, tu dalin në rrjetet sociale. Këta për momentin mund t'i fshijim për shembull të dribble, to me X fshihet, për ta shtuar një të re e zgjedhim. Për shembull çfarë dëshirojmë të shtojmë Discordin, edhe B plusin, edhe ja ta tu shtohet Discordin. Nëse dëshiroj të shtoj më shumë, për shembull e shtoj edhe LinkedIn, edhe B plus. Nëse dëshiroj ta shtoj për shembull Slack-un, në B plus, edhe javën këtu kushton autoritet sociale. Pak më poshtë për shembull kena opsionin madhësinë e ikonave, u të bëjmë më të madhe, ja pra. I hapësira mes ikonave, ja pra. Edhe këtu kena opsion me i ndryshu ngjyrat, për shembull icons color, u të bëjmë oficialisht ngjyrat e veta. Mund ta ndryshim dizajnin e ikonave, mund ta bëjmë rounded, square, kock, ose na, kështu siç është. Dhe mund dizajnojmë edhe gjëra tjera, që ju pasaj këto mund t'i lëvizni vetë. Dalim prej këtu, shkrim tek futeri. Futeri është pjesa e fundit, kjo këtu. E para është kjo e para këtu, logoja, që kena një logo këtu. Edhe këtu mund të ndryshim logon ton, e klikim, e bëjmë replace, e vendosim logon. Edhe këtu kena opcion me rritë logon, këtu kena një di butona, që mund të arrisim logon, kur e shtojmë. Sepse kjo nuk e ka hapësirën. Nuk e ka hapësirën për momentin. Mirë po këtu do më thënë bëhet ndryshimi. Edhe pastaj kena këto pjesën e poshtme të futerit, që është copyrighti. Te copyrighti për shembull e kena opcionin, ne do më thënë mund ta ndryshojmë për fjalën copyright, edhe tek të 2026 e lejmë siç është, edhe këtu e për shembull e bëjmë copyright Ilir Neziri. Edhe këtu kena menujen, që është menuja mund ta bëjmë vertikalisht ose horizontalisht, mund ta zvoglim icon spacing, left, right, center,
edhe këto mund të ndryshojmë, edhe kena pas opcionin e social mediave, rrjeteve sociale, edhe një cilart edhe pash kena mundësi me shtu rrjete sociale tjera, me i dizajnu, me i bo ma të mëdhaja, ma të vogla, ikonat, i ndryshojmë, rounded, square, space, çfarë dëshirojmë ne, domethënë mund t'ju zgjedhim tyre edhe mund t'i lëvizim siç dëshirojmë ne, lart dhe poshtë. Kishte domethënë sa i përket footerit, pastaj është sidebari. Sidebari është domethënë për pjesën e blogjeve, edhe pse këtu për momentin nuk kena blogjen. Kjo sidebari domethënë është zakonisht kur ka blogje, e zgjedhim për shembull këtë sidebarin, edhe këtu shtohet anën e gjatë, mirë, por për momentin nuk ka, edhe kjo zakonisht tek blogët, mirë, po kithimi për momentin nuk ka blogje. Colors, tu kena mundësi me ndryshu ngjyrat. Për shembull, do ketë tek këto tre pikat, ose këto mund të ndryshojnë ngjyrat veç e veç, për shembull, po unë dëshiroj ta bëj ngjyrën e këtë, ose këtë ngjyrë kështu për shembull, ose këtë, mund të ndryshosh vet, ose ke këtu tre pikat, ke një color palette, që janë domethënë ngjyra të gatshme që ne mund t'i shfrytëzojmë për dizajnin tonë, cilat na pëlqen më shumë. Edhe atë mund ta përdorim për shembull këtë, ose të një pak më të butë, për shembull këtë këtu. Jo, kjo, ose lejmë për shembull ato si shishin, ose këtë këtu. Edhe pastaj e kena opsionin e typografi, me ndryshu fontin, për shembull këtu fonti by default system, është për shembull ky fonti këtu, unë duhet për shembull ta bëj këtë fontin Georgia, ja pra ku ndryshe kjo. Duhet për shembull për H1 të jetë fonti Verdana, dhe fonte ndryshme që ne kena mundësi domethënë këtu me i ndryshu. Performancë lejmë kështu siç është, blog post që në tek blogjet, për momentin s'kena blogje, edhe single post është për single post, kategorisë, njëjtë është për blogjet, mirë, por për momentin s'kena asnjë blog, do të rishikim edhe në një rast tjetër ku do na bjen të punojmë, edhe domethënë fund e kena pjesën e site identity, për mund ta vendosësh emrin e website-it, që u ja vendos për shembull Ilir Neziri, nëse ka tagline, site ikonën, e vendos për shembull këtë i, edhe kjo shfaqet më këtu lart. Shikoj këtë tag tek tabi këtu lart, ja, pra këtu shfaqet. E bëjmë crop, edhe kena pjesën e menus, kjo është pjesa e menujës, widgets, skena, homepage settings, është në rregull, additional CSS, kjo është domethënë me shtu CSS custom ne direkt në në theme. Pasi bëjmë publikimet, japim një refresh edhe tash këtë domethënë komplet ndryshohet kjo pjesë sa i përket blocksit themit. Kjo domethënë ndryshimi në sistem të themit. Pastaj kena opsionin domethënë me ndryshu tash brenda në theme. Si ndryshohet brenda në theme, dalim prej këtu, shkojmë tek pages, shkojmë tek homepage-i, edhe kena opsionin këtu me bë edit with Elementor. Tash domethënë është shfaqet pjesa e Elementor, edhe pse ky Elementorin kena domethënë ta shpjegojmë në modulin detaje, domethënë shumë, mirë, po këtë pjesën e Elementorit ju tash mos e shikoni se si duket, vetëm shihni opsionin se si bëhet edit faça direkt. Për shembull, unë tash dëshiroj ta bëj edit emrin këtu, edhe shkruaj për shembull Ilir Neziri. Direkt prej këtu. Ja, pra Ilir Neziri, çfarë këtu? Unë për shembull jam SEO, specialist, edhe ju e vendosi për emrin tuaj, edhe të ju vendosi vitet eksperjenca ke, për shembull kam eksperiencë 5 vite, kam kry për shembull mbi 100 projekte deri tash në jetën time, kam pas ndoshta mbi 30 klienta, e kështu me radhë, edhe ju i vendosi detajet e juaja, ju i vendosi çfarë përdorin, për shembull përdor WordPress, përdor SEO, Rank Mathin, Canvan dhe gjëra tjera, dhe ju i vendosi detajet e juaja për vetvetet e juaja, edhe këtu e bëjmë publish.
Po kjo pjesë këtu do të thënë mos hyjnë në detaje sepse këto do i shpjegojmë në një modul që është special për elementarin. Vetëm tash e tregoj se si bën ndërhyrja direkt në website me elementar. Ja, kjo është më thënë sa i përket pjesës së editimit të një template të gatshëm. Për shembull vjen klienti dhe thotë dëshiroj këtë website, edhe ti çka bën? Shkon tek blogsi thimi, edhe shikon për shembull tek blogsi këtu tek starter templates, a ka dhe më thënë ndonjë template që ti të pëlqen, një moment. Nëse këto template ti shikon për shembull vjen në klient edhe të ka thënë duhet një website për restorant, edhe ti jeni tek restoranti këtu, e shikon. Edhe ja dërgon klientit e i thua të pëlqen, po, nëse i pëlqen, automatikisht fillon edhe ja bën implementimin, njëjtë si e bën procedurën prej start, që e bëjmë import, edhe pasaj dhe më thonë ti thjesht shin këtu brenda, edhe tu ja ndryshon tekstin, ja ndryshon logon e klientit, numrin e klientit e vendos të lartë, ja ndryshon menujen, ja ndryshon dhe më thonë dhëna tjera, që janë të editueshme direkt, edhe i ndryshon fotot, çfarë të kërkon klienti. Kjo do të thonë mënyra më e lehtë edhe më e thjeshtë që mund të punosh direkt për një thimi ose një template të gatshëm, në këtë rast që e kena në Bloxy Theme. Kishte domethënë sa i përket kalimthi, të punosh me Bloxy Theme, tash domethënë në orët në vazhdim do e shpjegojmë edhe Astra Themin, edhe GeneratePress Themin, Cadence Themin dhe thima të tjerë, që domethënë se si bën import me templatat të gatshëm, që në të ardhmë një mund t'i përdorni falas, të flasim të gjitha këto janë falas, që ne domethënë s'ka nevojë të nxjerrim asnjë lek për xhepi, edhe të paguajmë diçka. Gjithçka është falas. Tash si detyrë e keni domethënë ju që ta instaloni një një Bloxy theme prej këtyre templateve të gatshëm, ta editoni pak a shumë edhe me më shkruan në grup, edhe të më tregoni që jeni gati pasi ta keni bërë këtë pjesë të Bloxy themit. Deri atëherë, mirë u takofshi.